Në muajt e parë të presidencës së Donald Trump, një investim i madh prej 6 milion dollarësh u përdor për lobimin me qëllim heqjen e statusit non grata për Sali Berishën. Ky investim i konsiderueshëm ndodhi pikërisht kur u bë qartë se SBA-ja kishte nisur procedurat e sanksionimit edhe për bashkëpunëtor të Viktor Orbanit dhe aktorë të tjerë politik në rajon. Përveç Berishës, edhe Milorad Dodik kishte pajtuar figura të rëndësishme si Rudy Giuliani për të luftuar sanksionet amerikane. Megjithatë, politika e fushatës së Trump dhe realiteti politik pasi ai u vendos në pushtet janë dukshëm të ndryshme. Në këtë kontekst bie në sy që një nga mbështetësit fillestar të Sali Berishës në Kongresin Amerikan ishte kongresmeni Lee Zeldin nga New Yorku. Zeldin kundërshtoi shpalljen e Berishës non grata, kryesisht i nxitur nga një pjesë e komunitetit shqiptar në SBA. Në vitin 2021, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken konfirmoi ekzistencën e dokumenteve të klasifikuara që justifikojnë shpalljen non grata të Berishës, dokumente që kongresmeni Zeldin i ka parë personalisht. Burime e pranë tipin me dije se informacioni i përfshirë në këto dokumente është tronditës dhe i detajuar. Ndër të tjera, këto dokumente përfshin dëshmi rreth zhdukjes armatimeve dhe municioneve në vitet e hershme të demokracisë në Shqipëri. Në dokumente thuhet se një zyrtar i lartë i Ministrisë së Mbrojtjes me inicialet MG, i cili fillimisht kishte qenë shefi i armatimit në një rreth periferik, u emërua në vitin 1992 si shefi i armatimit në rang kombëtar. Për disa muaj ndodhi një zhvendosje masive dhe dyshim të municioneve dhe armatimeve, që ai i dokumentoi me detaje të sakta dhe ja dorëzoi këto shënime strukturave të larta shtetërore. Menjëherë pas kësaj, ai u shkarkua dhe u cilësua si i çmendur. Pak vite më vonë, ai ndorroi jetë në rrethana të dyshimta, duke nxitur dyshime për përdorim ilaçesh të rrezikshme. Gjithashtu, këshilltari amerikan i Ministrisë së Mbrojtjes në atë periudhë, Danny Lane, ka botuar dëshmitë e tij në një libër që e përshkruan përplasjen rreth armatimeve gjatë viteve 94-95, por periudha më e errët dhe më e rëndë e zhdukjes së armatimeve rezulton të jetë gjatë viteve 92-93, detajet të cilat këshilltarët e Berishës duket se kanë shumë interes të mbajnë larg një procesi gjyqësor në SBA që mund të zbulojë fakte të rënda.